Gjykata e apelit e ka kthyer në rigjykim rastin e 8 të akuzuarve në grupin e dytë për dhunim të 11 vjeçares nga Prishtina në vitin 2022. Apeli ka vlerësuar se shkalla e parë nuk ka arritur që të bëjë analizë të saktë të provave për të përcaktuar fajësinë e të akuzuarve. 6 nga 8 të akuzuarit ishin shpallur fajtor në prill të vitit të kaluar. Gjykata themelore e Prishtinës e kishte dënuar me 12 vjet burgim Belul Ramanin, ndërsa të tjerët me nga 10 vjet burgim. Nga akuzat ishin liruar Gëzim e Egzon Sadiku. Ky i fundit akuzohej për ndihmë në kryerjen e veprës penale të dhunimit. Gjykata e apelit ka vlerësuar se shkalla e parë nuk i ka sqaruar si duhet të gjitha faktet vendimtare që ndërlidhen me rrethanat subjektive, respektivisht nëse të gjithë të akuzuarit janë fajtor për kryerjen e veprës penale. Sipas apelit, që gjeti vrejtje në shkallën e parë dhe në mosvlerësimin e deklaratave të prindërve të viktimës, gjykata në rigjykim duhet të analizojë deklaratën e viktimës me provat e tjera. E mitura ka pasur me dyshjet e saj në lidhje me disa të akuzuar, duke theksuar që nuk i kujtohej nëse ishin ata persona. Kolegji gjen se këto dëshmi kanë kontradikta sa i përket fakteve vendimtare e që është koha e kryerjes së veprës penale, nga se në ditë kritike nuk dihet se kur e dëmtuara ka dalë nga shtëpia, kur është kthyer nga shkolla në shtëpi, nëse e mitura ka qenë atë ditë në shkollë e kur më pas përsëri kishte dalë nga shtëpia. Të dy rastet me 13 të akuzuar përfunduan në rigjykim dhe proceset gjyqësore janë duke u zhvilluar të mbyllura për publikun, ndërsa në shkurt të këtij viti organet e rendit arrestuan edhe 4 persona të tjerë në ndyshimet se dhunuan tashmë 13 vjeçaren, derisa prokuroria është duke zhvilluar hetimet, ata po mbahen në paraburgim.